krahas shtyllave të Islamit, profeti ka përmendur edhe namazin e teravive. Është namaz nafile, nuk është farz, por shumë i rëndësishëm. Ka mirësi shumë të madhe. Pasi, nëse njeriu përmbush shtyllat e Islamit dhe krahas tyre fal dhe namazin e teravive që është namaz sunet i fortë, nafile, arrin mirësi shumë të madhe te Allahu i lartësuar, arrin gradën e njerëzve të dëshmor, njerëzve të çiltër. Profeti na inziste muslimanët falin namazin e teravive. Ka thënë: "Men qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjiron muajin e Ramazan, kush fal namazin e teravive në netët e Ramazanit me iman, me besim, dhe duke shpresuar vetëm shpërblimin e Allahut, atij i falen gjunahet e kaluara. Me besim do të besosh Allahun, besosh premtimin e Allahut, besosh shpërblimin e Allahut, besosh që Allahu ka caktuar këto ibadete. Dhe shpresosh shpërblimin e Allahut në ahiret. Shpresosh mirësinë e Allahut, ta kryesh të namaz vetëm për Allahun me sinqeritet. Këtij njeriu i falen gjunahet e kaluara. Dhe thuhet sipas një transmetimi në Sahihun Muslimit se profeti ka thënë: "Wa kana Rasulullah yuraghibu fi qiyam Ramadan ma la yuraghibu fi ghayri." Dhe i dërguar Allahut i nxiste muslimanët që të falin namaz natë në netën e Ramazanit, domethënë namazin e teravive, më shumë se sa namazi natës në muajt e tjerë të vitit, se muaji i Ramazanit është muaji më i mirë dhe mirësia e namazit të natës, namazit të teravive në netën e Ramazanit është më e madhe se sa në muajt e tjerë të vitit.